kam në dorë një përgjigje të kërkesës për informacion që e kam dërguar Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar. Duhet thosha drejtoria në Shkodër, por nuk mund të them, sepse kjo qeveri në vitin 2021 mori një vendim të pa kuptim, të pa shpjegueshëm dhe plotësisht të pa studiuar dhe është vendosur Drejtorinë Rajonale të Arsimit në Shkodër, kryeqendrës së veriut në Lezhë. Mendoni pak se çfarë do të thotë kjo. Shkoda me historinë e saj, me universitetin e saj, me peshën e saj demografike dhe kulturore, sot i nështrohet një drejtorie që ndodhet jashtë qytetit, një qendër tjetër që ka problemet e veta, sfidat e veta dhe fizikisht dhe nga pikpamja logjistike nuk mund të menaxhoj me efikasitet një rajon kaq të madh dhe kompleks sa Shkodra. Është sikur të vendosësh qendrën e gravitetit larg masës, sistemi humbet ekuilibrin dhe kush paguan çmimin është gjithmonë ai qytetari i thjesht prindi fëmia. Është i jepet Shkodrës ajo që i meriton. Pra duhet kthyer Drejtorinë Rajonale të Arsimit të Shkodrës sepse vendimarrja duhet të jenë pranë njerëzve dhe kjo është domosdoshmëri.